Regjisori Skender Podvorica ka arritur të tërheqë vëmendjen e publikut të teatrit me shfaqjet e tij të fundit, duke dëshmuar edhe një herë fuqinë që skena ka për të komunikuar me shikuesin. Për të, teatri fillimisht ishte një pasion i hershëm, pasion që më vonë e nxiti edhe të studioj, e t'i përkushtohet profesionalisht kësaj fushe. Në fillim ka qenë një pasion, një kurreshtje dhe dëshirë për teatrin. Kjo është edhe arsyeja pse unë kam shkuar në Fakultet të Arteve dhe kam studiuar për regji teatri. Edhe pastaj gjatë studimeve dhe tash e kom pa që teatri ka filluar më përcjell edhe jashtë skenës, në mënyrën qysh i shoh njerëzit, qysh i analizoj ata, qysh reagoj në gjanat përreth meje. Edhe e kom pa që teatri po vjen me mu gjithkund ku unë po shkoj. Edhe e kom pa që domethënë kjo është mënyra e jetesës për mua dhe ai po më përcjell mu çdo ditë, edhe është çajo që mu po më plotson edhe çajo që unë po du me bë, jo për një kohë caktuar, po gjithmonë. Podvorica thot se ndjenja që merr nga çdo premierë dhe reprizë është e pakrahasueshme dhe se nuk mund ta gjej askund tjetër. Është një farë përmbushje të plotë që ma jep teatri, që sot është kogja vështirë me gjetë dikon edhe e rrallë. Është një moment që ndodh aty për aty, edhe është diçka që nuk përsëritet. Domethënë, edhe kur e ban premierën, edhe kur i ki repriza, gjithmonë është një lloj premiere e re, edhe që ajo është e ndjen teatrin, është që atë është shumë real me aktorët, me publikun, që ajo ndjesia që nuk më jep dikush tjetër. Ai njihet si regjisor i durueshëm, por njëkohësisht shumë kërkues, duke insistuar në detaje dhe në përkushtim maksimal gjatë procesit krijues. Si do ta përshkruaj veten si regjisor me 3 fjali? Po tham i përkushtum, i durueshëm, edhe shumë kërkues. Sipas tij, bashkëpunimi me aktorët është shumë specifik dhe jashtëzakonisht i rëndësishëm, pasi pikërisht aty lind shfaqja. Mendoj që sfida më e madhe është komunikimi, besimi edhe krijimi i një gjuhës artistike. Secili aktor që vjen në prova e ka botën e vet, metodën e vet punës, mënyrën që reagon. Edhe mira është që regjisori me arrit pa i shtyp këto, me i bashku bashkë me konceptin e vet, me idenë e vet, edhe me kriju një ambient të punës. Edhe nëse aktori është i lirë, edhe me kriju është një hapësinë e sigurt edhe për aktorin, sepse ndihmon procesin kreativ. Domethënë është që kjo besimi, liria, po edhe krijimi një disiplinës në punë është pjesa më e vështirë, po edhe më e rëndësishme në proceset. Disa shfaqje të caktuar kanë ndikuar thellë në jetën dhe formimin e tij artistik. Ka momente se cila shfaqje që unë kam bë ka ndiku në mënyra të ndryshme. Disa prej tyre që mundemi cek janë, po them, monodrama Adrien, janë prej shfaqjeve që unë kam trajtu, që ka fol për vrasjen e grave, edhe për mua ka qenë temë shumë e ndihshme me trajtu si aktualitet që ka qenë në Kosovë. Pastaj një ditë e gjatë u drejt natës ka qenë një farë terapie për mua, sepse ka qenë një vërtetë e jamja personale që është shfaq para publikut, ka qenë pa filtra, edhe pa u vesh, pa u zbukuru. Edhe shfaqja Litari, shfaqja e fundit, shfaqja e teatrit kombëtar, është një nga shfaqjeve që ka dhënë besim, ka bë mundje mirë, ka marrë kritika shumë të mira, edhe më ka bë me kuptu që jam në një rrugë të drejtë edhe me vazhdu me bë çdo që unë po du. E përmende një pjesë personales, por realisht në shfaqjet e tua, sa ka nga jeta jote personale në përshfaqje? Ka shumë gjëra personale, edhe pse nuk vrehen, po tham, në shfaqje me njëherë, njerëzit që më njohin i marrin ato përmes shfaqjes, po frika, pyetjet e mia, mendimet e mia janë krejt futuna me një shfaqje, edhe kjo është mënyra që shon edhe nëse nuk komunikoj me publikun drejt për drejt, komunikoj përmes shfaqjeve. Ndërsa për të rinj që dëshirojnë të merren me teatr, Podvorica ka një mesazh të qartë: puna, durimi dhe dashuria për skenën janë thelbësore. Më marrë me teatr, nëse vërtet e don këtë punë edhe ndjen për me e bë, edhe du të me kanë shumë i përkushtuar me pas kohë,
edhe me kanë gjithmonë aktiv, sepse teatri nuk është gjithmonë i lehtë, don shumë përkushtim. Ai vlerëson se sot teatrit i mungon një kritike mirëfillt profesionale, e cila do të ndihmonte jo vetëm artistët, por edhe zhvillimin e vet teatrit. Mendoj që i mungon trajtimi i dramës shqipe, mendoj që teatri ka shumë nevojë për drama shqipe, mendoj që i mungon një kritike mirëfillt teatrore, një kritik që dikush që vjen i shfaqet edhe shkruan kritika edhe për cilë teatrin analizon ato. Gjithashtu mendoj që i mungojnë shfaqje që jo domosdoshmërisht janë estetikisht bukura, por që ndihen realisht që publiku i ndjen ato, sepse për mua teatri nuk është vetëm me u dog bukur, për mua është edhe teatri me u ndje, edhe masi të përfundon shfaqja, publiku me pas ndjesinë me veti kur del prej sallës. Ai ka dëshirë që nga publiku të kujtohet për ndjesitë që merr pas shfaqjes. Kisha dash që publiku përpos shfaqjeve më kujtu edhe për ndjesinë që ka marrë gjatë shfaqjeve të mia, nëse ka diçka që ju ka mbet mendje, ndoj shqetësim ose ndoj pikë pyetje dhe i ka bë me reflektu ata, kish me qenë gjë shumë e mirë për mua. Edhe nëse dikush e lidh punën tëm artistike edhe guximin tëm i thon gjëra që ashtu qysh janë, mendoj që më kish bë më ndi mirë. Skënder Podvorica mbetet një zë i përkushtuar i teatrit, që përmes punës, durimit dhe dashurisë për skenën, synon të lërë te publiku jo vetëm kujtime, por ndjesi që zgjasin edhe pas rënies së perdes.